bëjmë faqen e të dy? Do bëjmë paqe, pse jo? Promise. Do bëjmë, kuptoj Më jep keq. fjalën. Po jap Që fjalën. do t'rregohesh më i sjellshëm. Po. Nuk do jesh më kaq gjak nxehtë. Do mundojmë Do sa më shumë. mendohesh përpara se të reagosh. Mirë do Do respektosh më shumë femrat. Unë femër të respektoj, E po di, nuk e di që e bën se thellë je djalë shumë i mirë dhe je rritur shumë mirë. shumë faleminderit. Thjesht nuk e di ç'a të bën që të shpërthesh kaq shumë herë pas here. Dhe realisht nuk dua që të dalësh keq. Okej. Mirë. Do mundohem t'jesh ma sa më i emocione, qetë, do sa ma më chill. sa më shumë. Shijoje, në mos me mua ke vajza të reja, Thash, do vinë akoma edhe të tjera. Kështu që jepi mundësi vetes të njohësh njerëz të rinj. Do me thënë që më ndalove ti. Le të themi që është një pauzë. Një pauzë. Ibrahim, ta thash edhe në Do të lej kohën studio. tate, se Më fal. duhet dhe ty koha jote. Dhe unë nuk e kuptova këtë, reagova shumë keq. Dhe si të thash, në herë duhet gaboj për të mësoj. Do bëjmë sa ma i sqesh, nuk vjen dhafi, më fal. S'ka gjë. Sa ma pak nervoz, se nuk jam ai tipi. E di që nuk je, sepse thellë ti je njëri shumë i mirë dhe ti nuk i bën keq askujt. Unë e kam dalluar këtë gjë tek ti, edhe e vlerësoj. Por thjesht përpiqu të jesh më i qetë me veten Po, tënde, po, më di, solar, se edhe njerëzit nga energjia që i jep ashtu ta kthejnë. Në rast se ti më kthe një lloj përgjigje të tillë, ajo që ti ndjell tek unë apo ngacmon, është agresiviteti. Në rast se ti sillesh në mënyrë më të sjellshme, sigurisht që sigurisht që është një sjellje më e brisht edhe më gentle nga ana ime, më e butë. Du të maj çike emocionet time dhe do mundem sa më shumë, sjellem sa më mirë, se nuk jam ai tipi. E di. Vaj Edhe qefi më vjen mirë që gjetëm gjuhën e përbashkët. Shiqyr. Avash do kuptojmë sa më shumë. Super. Do kuptojmë sa më shumë ty dhe ti Të kuptosh veten fillimisht, pastaj tani Veten të e kuptosh mua dhe çdo femër që do dalësh për të njohur në program apo jashtë këtij programi kur të mbaroj ky program. Në rast se nuk del i përputhur që uroj të dalësh. Ta uroj sinqerisht. do shohim si do shkoj. Dhe shumë faleminderit për lavdën që më tha. Të lutem. Baj qefi.